soldier. Le soldier.
Përshëndetje, ju urojmë së në prezantimin e programit të kandidatëve për deputet të koalicionit Euro-Atlantik. Me kënaqësi më të madhe, ftoj në të kemë Zoti Lindin Basha. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej të nderuar zonja dhe zotëri, vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja dhe natyrisht kryefjala e kësaj mbrëmje të nderuara kandidate dhe kandidat të koalicionit Euro-Atlantik. Mirë se u gjej në Korçë. Po bëhet zemra mal ta shoh të sallë kështu plot me drejtuesit tanë të degëve tona të Korçës, Pogradecit, Tevollit, Maliqit dhe Kolonjës, me strukturat tona që kanë qëndruar me një stoicizëm monumental këto 3 vite jashtëzakonisht vështira për demokratët dhe për opozitën, sepse kanë qëndruar jo për veten e tyre, jo për interesat ngushta, por për njerëzit, për qytetarët, për një kaos të madh për Korçën dhe për gjithë Shqipërinë. Ndaj dua t'ju them gjithë secilit preush, drejtues, aktivist, antar të demokratëve Euro-Atlantik, se me këtë që keni bërë dhe që kulmon jo vetëm me shpalljen e kandidatëve tanë, por edhe me një garë derë më derë, ne i kemi bërë shërbimin më të madh qytetarisë, demokracisë, pikërisht atëherë kur donin ta zaptonin përfundimisht e ta kthejnë në një pronë private, ju ngritët, ne u ngritëm dhe thamë jo, Shqipëria dhe Korça nuk mund të jenë pronë private e Edi Ramës dhe ortaku i tij në opozitë. Shqipëria dhe Korça, dhe Pogradeci dhe Tevolli, dhe Maliqi dhe Kolonja nuk mund të jenë në duart e një grushti njerëzish që mendojnë vetëm për interesat e tyre. Shqipëria dhe Korça meritojnë më shumë, do të kenë më shumë me koalicionin Euro-Atlantik dhe me qytetarët shqiptarë në parlamentin. Një përshëndetje të veçantë e kanë sot, dhe për këtë do të mirë kuptojnë dhe antarët më të gjetët strukturës tonë, për të rini të mrekullueshme që kemi sot PPK, kandidatët tanë, pushatët tonë, mesazhin tonë të shpresës, të një ardhme më e mirë për rinin shqiptare, për Shqipërinë, për Korçën dhe për çdo shpresë shoqërisë që këto 4 vite ndihet në një presion të shumë fisht, një presion nga korrupsioni i kudogjendshëm, i cili është pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik, për mirëqenien dhe natyrisht edhe për dignitetin tonë jashtë vendit. Nga një grup politikanësh që kanë gjithë këto vite që shërbejnë vetëm interesave të tyre dhe për interesat e tyre kanë treguar se herë pas here jo vetëm i fundosin, por i vënë flakën interesave të qytetarëve shqiptarë, interesave të Shqipërisë. Për një grush njerëzish që kanë dashur ta vënë në një kurs përplasje me ata që janë aliatët tanë kryesor strategjik, pa cilët nuk mund kishte rënje diktaturës, pa cilët nuk mund kishte demokraci, pa cilët nuk mund kishte, nuk mund ketë njëri, as Shqipëri, as Kosovë, pa cilët nuk mund ketë rrugtim të sigurt shqiptarëve, por me cilët do t'i japim fund pandëshmëshmërisë, do t'i çojmë pa drejtësisë korruptuarit dhe do t'hapim shtekun dhe Shqipërisë europiane të sigurt e përparuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Këto janë 3 vlera dhe piketa që përcaktojnë sinoret e formacionit tonë politik, koalicioni Euro-Atlantik, numri 4 në fletën e votimit të zgjedhjeve të 11 maj. Pa numri 4, zgjedhjet e 11 maj nuk do të ishin zgjedhje, do të ishin thjesht votim. Ashtu si që donte Edi Rama dhe alibia e tij në pseudo-opozitë. Zgjedhje pa zgjedhje. Apo, si thot një këngë e vjetër, nuk e di e cilës treve është, pjesë të marrë nënës, këtë të qaj më parë, apo kështë të qaj më parë. Kështu i doni njerë të losur.
Ktheu, o bo. Ktheu andej, o bo. Kryeministri, që i ka gjithë shokët. E dini mirë, ku i ka? 313 veta. Ku i ka? 313 veta. I ka 313 aty. Edhe në Durrës se po mbushën që lipë 313. Po. I ka atje dhe e shikoni kishte dalë edhe sonte. Edhe më thoshte mua pse të tregon me gisht shokët. Pse mi tregon me gisht shokët? A janë shokët e tu? Apo janë shokët e mi? Kush i solli ata? Mos i solli që ju? A i solli unë? Shokë i kujtë? Është Ilir Beqa. I Ramës. Pse më thret orame, thot, si makinë policie. Prit më Ramë, prit. Se që ka bo zoni im si siren policie. Së shenje mirë kjo Rame. Me gjitha të, me që e nisa po të them, Raku më besoj ke pavarësia policisë. Kështu që kur të vi kopa, nuk të jetë zoni im, po të jetë në vërtet sirena policisë. Kush e solli Lalieri? E solli në njëri për kandidatëve tanë tu. Ti e solli më Ramë. Kush e solli Saje? Sajmir Tahiri. Mos të opetojmë tjerët me syze. Se i mi po dhe vetë me syze. Kush e solli Sajmir Tahiri? Kush? E tjera. O tek kokën e inceneratorve. Që bënd të selfie që atërë dhe të rishtë të këta tjerët. Ilir Metës i tonë të këta atërë. Edhe i Ilirin e tonë të. Kemi arru dhe Ilirin. Dhe Ilirin një farshokë e ka. Njësoj si atë tjetërin, që i thotë bufi, po se ndarët se në marrë nga bufi. Se vetëm a i marrë kushet. Vetëm a i. Kur do të lirojt korruptuarit që ja ka dënu Spaku, bufit i thotë, ajde, bashkojmë votat të lirojt korruptuarit. Kjo pra është kryesorja që në ndanë. E para shikojeni. Shikojeni të panel. Shikojeni kandidatët tanë anë e mbarë Shqipërisë. Janë njerëzit tuaj, janë përfaqësuesit e komunitetit, janë zëdhënësit e grupeve të interesit, të programit parë në 35 vite, si që ka thënë CDU-ja Gjermani në qershor kur e shpalosëm, programit parë vërtet i qendrës djathtë, që kanë qendër familjen shqiptare, që kanë qendër sipërmarrjen shqiptare, fermerin shqiptar, pronarët dhe të përndjekurin e harruar e të përkëmbur të 35 vite. Dhe mbi gjitha kanë i qendër atë pa cilën nuk mund të ketë. As të sotme e palëmë të nesërme kanë qendër rinit shqiptare, shpresën vitën e syrit shqiptare. Me këtë program dhe me këtë ekip kemi dalë para shqiptare. Në listë hapur, të gjithë jemi në listë të hapur. Ndaj do tjetë në dorën e votuesve të Korçës dhe Pogradecit, Maliqit e Tevollit, të Ersekës, e të Polonjës, e të Skovikut, se cilin dhe cilët do të qojnë parlament. Me listë në hapë, dhe kjo në ndanë me kartën e vjetër. Me i Tiramën, që bashkoj votat me Sali Berishën për të mbyllur listat. Gjykata kushtetuese i hapi, këta i mbyllën. Pse? Sepse këta nuk duan në deputet, në parlament deputet që i shërbej njerëzve. Duan në parlament një kazernë personale që t'i shërbej kryetarëve. Pasurohen punës qytetarëve, që të vjedhin e të vazhdojnë të vjedhin taksat e shqiptarëve, padën përgjegjësi para drejtësisë. Që t'i kundërvihen me gjitha mjetet dhe mënyrat Spakut, si që bën para një viti, u liruan korruptuarit që kishte dënuar Spaku. Prandaj duan listat mbyllura. Gjeni vetë apo s'keni s'kam. Pra, shpëtim, shife pak më vonë se ke originalin të. Pra, diferenca është në 3 pika kryesore.
Dhe ky është mesazhi që ne do ta çojmë në çdo shtëpi, në çdo supermarket, në çdo fermë, në çdo grup interesi. E para, asnjë forcë tjetër politike nuk ka qenë kaq e qartë, e prerë dhe e vendosur. Po, ne e themi me krenari, me gojën plot dhe me vepra, jo me fjalë. Jemi pro spakut, jemi të vendosur e rreshtuar vendosmërisht krahas strukturës posaçme antikorrupsion për ta inkurajuar që në pavarësi të plot nga çdo faktor politik, në zbatim vetëm të Konstitutës dhe ligjeve të vendit, të mos rresht derisa të çojë të gjithë korruptuarët shqiptar tek 77 313 dhe kur mbushet do bëjmë edhe 314 gati. Se do mbushet. Do mbushet. Kjo është frika atyre, kjo është shpresa shqiptarëve, për këtë shpresë luftojmë ne. Koalicioni Euroatlantik nuk i ka. E dyta, sepse ne besojmë te shqiptarët, siç besojmë sot, besojmë te Shqipëria, besojmë te familja, besojmë te shqiptarët. Janë shqiptarët që duhet vendosin me votë e tyre. Dhe këtu, në qarkun e Korçës, e anën e madhe Shqipërisë, zgjedhja nuk ka qenë kur më e lehtë. Ata doni që mos kishin zgjedhje. Që siç e thash, përgjithësisht midis keqes dhe më keqes. Por keni zgjedhje. Keni zgjidhje. Keni alternativë, votoni kandidatin apo kandidatën që përfaqëson interesat tuaja me programin ton në listën e hapur të Koalicionit Euroatlantik numri 4. E vrejta të vetmit me program. Me program për gjitha ato grupe interesi të cilave ju kërkojmë sot besimin e ne së në qendër të zbatimit programit tonë. Por e për rini, si mundet që rinis Korçës, dhe Voglit, Pogradecit, Maliqit, Kolonjës, Elbasanit, Durrësit, Tiranës, gjithë Shqipërisë, si mundet i shërbej një kast politikanësh, një grup politikanësh, që asë nuk arrinë që kuptojnë. Sa rinë asë nuk kuptojnë do. Sa rinë kuptojnë se qëfar dëshira shkeni, qëfar plane shkeni, qëfar ankëve shkeni, qëfar shqecime shkeni, qëfar ju mbanë shuar natën, e qëfar ju ambush zemrën. Ëndra tuaj, shpresa tuaj, dëshira tuaj, janë në qendër programit tonë. Është 2025. Dhe ta sfidën akoma si në 1955. Është 2025. Civilizimi perëndimor po bëhet gati të eksplorojë Marsin. Robotët e parë janë në funksion. Dhe rini shqiptare duan ta mbajnë në primitivizëm. Dhe kështu ta largojnë, ta shkurajojnë, ta demobilizojnë. Pse? Sepse nuk ka forcë më të madhe për ndryshim se rinia, dhe nuk ka forcë që i trembën më shumë ata që nuk duan ndryshim, që duan ta mbajnë Shqipërinë kështu pronë tyre se rinia shqiptare. Dhe e programim për rinin. Nuk janë lojë fjalësh. Nuk janë premtime boshe. Me programin tonë, ato miliona e miliarda euro, të cilat ka qonë vit për vit, qeveria e korruptuar e Tiranës pa asgjë për treguar, do të kenë mbështetjen totale me programet tona. Se kur I kthejmë edhe një herë, janë ato miliona, miliarda të vjedhura, pse I ka shokun burg? Nuk I ka shokun burg, pse I ka me një cigare në shash? Se për ashtu si fusin burg ato. E dinim, apo jo? Nuk I fusin. Për ashash, kabina I tri e fusin brenda, kurse ata vizat vu, mos I prek njëri. O shumë jo! Se kom fjallë për vizat me Amerikën dhe Anglinë. E kom fjallë për vizat e tavolinës e të njërë. Shteti shqiptar ekziston për një arsye, që tjetë familja e gjithë familjeve, nuk është sot. Edhe ato arritje që ka bërë Shqipëria për 35 vite, janë merite shqiptare, e sektorit privat, e individve, e profesionistëve, e sipërmarrësve. Madje
mund ta themi me gojën plot që janë arritje pavarësisht qeverive. Imagjinoni për një çast tani një vend, një qytet, një qark, një grup interesi që për herë të parë nuk e ka qeverin kundër, që i rrinë si polici prapa ferrës për të nxjerrë tabelën, sa herë që përpiqet të ndërtojë një biznes, sa herë që përpiqet të zhvillojë një iniciativë apo të sqarojë diçka që ka. Imagjinoni se për herë të parë në historinë 35 vjeçare të pluralizmit, qeveria mos të jetë kundër interesave të qytetarëve të vet, po të jetë në krah qytetarëve të vet. Këtë do bëjmë me rinimin. Investimi më i madh i programit ton, i koalicionit Euroatlantik, siç e kemi shpalosur me 1 qershor të vitit kaluar, është investimi tek rinia. Në aksin Korçë-Elbasan do të ndërtohet 1 nga 4 kampuset e mëdha të teknologjisë së informacionit. Tjetri në aksin Tiranë-Durrës, tjetri në Shkodër e tjetri në Vlorë. Ne do të investojmë çdo vit 200 milionë euro taksa paguesve që ata sot i vjedhin, prandaj kanë shokën brut, se i vjedhin ato taksa. Prandaj kanë burr. Ato taksa ne do të investojmë rreth parë me gjitha të rinia shqiptare. Ne do të marrim mësuesit më të mirë të Evropës perëndimore, të Britanisë së Madhe dhe Amerikës në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të inteligjencës artificiale. Shumë prej tyre janë shqiptarë të emigruar, 15 vjeç, 16 vjeç, 20 vjeç, që sot janë kapitenë të asaj fushë. Dhe ne do t'ja dalim 4 vite të përgatisim 25.000 të rinj dhe të reja nga Korça dhe Elbasani, Shkodër dhe Vlorë, Tiranë dhe Durrës në fushën e teknologjisë informacionit, ku të gjithë e dini që rrogat minimale, pa u larguar nga vendi. Ky është luksi që jep teknologjia e informacionit, duke punuar nga Korça, nga Bukaresti apo kudo tjetër, rroga minimale është 2.000 euro në muaj. Do të japim pra 25.000 të rinjve shqiptar arsimimin profesional më dinjitos të mundshëm në Europë e në Amerikë. Do t'i sigurojmë faktikisht përmes të investimit dhe investimeve të huaja dhe shqiptarë të ardhura jashtëzakonisht komode për Shqipërinë, dhe do të bëjmë kështu të mundur lindjen e një shtrese të mesme të re, profesionistësh, të edukuar, të mirë paguar, të pavarur, mendërisht, ekonomikisht, që kanë shijen e tyre, mendjen e tyre, shpresat e tyre, projektet e tyre, është paqja e demokracisë vërtet. Nuk ka demokraci pa shtresë mesme. Pa të rinj dhe të reja, që kanë rrogat mjaftueshme, kanë shtëpitë e tyre, apartamentet e tyre, që kanë mjaftueshëm para për të krijuar dhe rritur fëmijët e tyre, familjen e tyre, për të kujdesur për prindërit e tyre. Ky është angazhimi kryesor. Afro 1 miliard euro në 4 vite e 25.000 të rinj dhe të reja para rojë e shtresës së mesme profesionale të shqiptarëve europianë, të shqiptarëve euroatlantik. Nuk duhet të ndalem gjatë tek programi, sepse çdo grup interesi i ka përgjigjet në programin tonë, të çdo pyetje, po dua fare shkurtimisht të cekë diçka për ata që ju kemi borxh kaq shumë, që në kushte pa imagjinueshme për ne sot. Na rritën, u kujdesen, e kanë fjalën për prindërit tanë, për pensionistët, për moshën e tretë. Nuk kam marrë tu të hap fesën, se që kanë hapur disa. Se kjo do të ishte tallje, do të ishte kriminal. Po kam marrë t'ju them se këta që gjithdisin cep në cep dhe edhe një sy nga programi jon, kujtojnë se e kanë lexuar, mundohen ta kopjojnë dhe ngatrohen me fjalët e tyre, nuk janë zgjidhja, janë vetë probleme. Zgjidhja jonë është e qartë. Për pensionistët shqiptarë, ne parashikojmë një rritje prej 20%, ne parashikojmë rimbursimi 100% të çdo medikamenti dhe me kartën e shëndetësisë, sikunde dhe pjesa tjetër e popullsisë, marrin 100% shërbimin, sepse ilaçet me programin tonë do të rimbursohen sipas nevojës pacientëve duke nisur nga mosha 3 që është më nevojtare, dhe jo sipas shokëve të Tiranës. Prandaj kanë burr, t'ja kujtoj fakt. Peqe, prandaj kanë burr, se këtë punë ka burr. Prandaj ka ke 7.313 ai kërkesë bashkë me tjerë. Këto para do të vendosen në asistencë direkte të pensionistëve shqiptarë, siç e thash, në rritje 20%, me rritje vjetore jo më pak se 2 fish inflacionit, indeksim vjetor jo më pak se 2 fish inflacionit, dhe prapë se prapë, pra të pensione që janë më të ulta se minimumi jetik, do të kemi bonusin periodik prej 250.000 lekësh. Kjo është një faturë e kostuar në raport me buxhetin që ne projektojmë, në raport me uljen e taksave dhe të ardhurat e Shqipërisë, dhe ka fulat e auditit më të rreth që njeh Europa
që janë ekspert e partive tona si motra në Europën Perëndimore në veçanti, dhe CDU-n gjermane. Pse do thoni ju? Sepse janë ata taksa paguese tyre që pastaj nëse ndodh diçka siç ndodhi në Greqi, duhet të paguajnë faturën. Prandaj vi sot me përgjegjësi para ju të lutem këto. Ky është dyshimi tjetër. Kur që kemi folë shqiptarëve qesin në Brun Komari. E ndoshta kjo na ka ndëshkuar sepse në kohë të caktuara i kanë marrë shqiptarët për dele. Dhe janë përpjekur. Ti mashtrojnë 1 herë, 2 herë, 3 herë, tani është në dorë shqiptarëve. Ka një program europian për çdo shtresë, për pensionistët dhe për të rinj. Për sipërmarrjen, ku taksa do të jetë 9%. Jo për tek dhe garë në ndonjë tjetër. Që njësoj si Rame ka një sytë e programi jonë, e s'ti ta kopjojë. Por sepse 9% është taksa konkurruese në Ballkan. Nuk mund të jemi as 1% më shumë se vendet e tjera që të duan. Të thithim investimet huaja, që krijojnë vende pune me paga dinjitoze dhe mbi të gjitha të ndihmojnë sipërmarrjen shqiptare. Me këto taksa do të vinë të gjitha në ndihmë qytetarëve. Ndërkohë që sot 15% i taksës mbi sipërmarrje. Ku shkon? Shkon aty te shokët e tij. Te shokët e tij. S'ka rëndësi nëse janë oligark apo ministra të korruptuar, janë shokët e Edi Ramës. Ky është pra ndryshimi esencial. Ne vim në këto sjellje si zgjidhja e vetme me program, me mbështetje të parekundur për luftën kundër korrupsionit, strukturën e posaçme antikorrupsion, edhe një gjë do ta them sot precisht, me ta zgjas më shumë. I tërhoqë ushtarët Amerikës, e marrë me në vërë. E tha me një gëzim të banë, i tërhoqë ushtarët Amerikës. Sot, kanë marrë sot, kësa jave, kanë marrë të 2 protagonistët, i treti është këtë vendi, e 330 është. Kanë marrë lajme nga Amerika, kanë marrë havere, si që a kam thënë, kur jam thyrë nga altimin i fundit. Mesazhin e drejtuesve më të lartë administratës presidentit Trump, që ka luftën kundër korrupsionit krye prioritet. Gabojnë ata që e marrin heshtjen tonë të tranzicionit pushtetit si të rreqin. E pra lajmin e keni parë gjithë sot, Shtetet e Bashkuara, dhe Bashkimi Evropian, dhe Britania e Madhe, dhe ne, koalicioni Euro-Atlantik, dhe shqiptarët Euro-Atlantik që janë një shumicë absolute, jemi në mbështetje totale të stakut, jemi në mbështetje totale të veçisë. Vëllezër dhe motra, shumë qytetarë përpara do të kanë patur vështirë për typit mesazhet, retorikën tonë politike standarde. Programin tonë, tezat tonë, kritikën tonë, qëndrimet tonë, sotimet tonë. Por e shoh që një pjesë jo e vogël e veçanti e rinis, thelbin e ka kapur me disa fjali të thjeshta. Po bëjnë gjithçka të më shkurajojnë që unë mos t'i përsëris të fjali të thjeshta. Dhe qëllimisht po e quajnë tallava. Luli ka rënë poshtë nivelit. S'është kjo ajo që presim nga Luli. Kush e thot këtë? Ata që kur i angazhojan debat drejt për drejt në programin, mbyllnin veshët. Që kur çoja në kuvert ligjin për vetimin e politikanëve, mbyllnin syt. Mbyllnin syt. Në fakt, nuk është tallava. Është e thënë me gjuhën e thjesht, është e thënë me gjuhën e rinis, po deshe edhe me gjuhën e unikatilit, që kënon put me të shokët, mesazhi është ky. Problemi numër 1, pas zgjidhjen e cilit nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka integrim në Europë, është korrupsioni. Mesazhi është 1, ku i ke shokët Rame? Çado që thosh, sot kishte thënë, mëngjes, Lullin e kam zemë. Po hyja këtu, dhe në tha gaba, në tha e ka përsërit prapë darë, ka thënë Lullin e kam zemë. E para punës, se kë ka zemërej, e morën vesh kur bashkuan votat për të liruar të korruptuar. Një pazar që vazhdoj me dhënien e vulës Partisë Demokratike, vazhdoj me mbylljen e listave, e dim me ka zemëre. Se vetëm
A i e ma në kushtet. E ka kaq zemër sa që ja kishën dhënë Vlorë bufin e ma bufin gjitha ne me vetë. Atë ka zemër, e fërkon natë për natë. Bufin ka zemër. Shpjet e ka. Ka pas në njerë zemër, ju dini që ka bërë. Ka korruptuar deri në FBI. Charles Pegoni, për të hapur gropën në botë. Gropën në cimet për e vetë. Apo jo? Por për një moment, dhe mbyllim moment, me të djesë, ta zemë për një moment që pas ka reflektu. Për zemra si bërë fjallë, por do të tregosh vullnet mirë. Parlamenti tanishëm e ka mandatin deri me 10 shtator. Mblidhe parlamentin një orë më parë dhe kërko falje që nuk e futur në parlament në rendin e ditës propozimet e mia dhe s'ka nevojë të betohesh andaj vdes se ke zemrën krijo, se i di shqiptar, po çon parlament vettingun e politikanëve ta votojnë dhe të japin shqiptarëve një politikë pastër. Ta ndajnë shkapin nga seqeri. Vetting politikanëve. Erame. Fillojë nga unë. Fillojë nga unë, si të kam thënë, po të gjithë përmbetimin. Pasurit e tyre dhe të familjarëve të tyre. Kontaktet e papërshtatshme të tyre, të familjeve të tyre dhe të rrethit të tyre shoqëror. Heqim imunitetin e parlamentarëve, që jemi para ligjit, jo 2 javë kohë për ta arrestuar Ben Ahmetin, i cili pastaj përcjellë. Dhe kjo do të ishte një provë e mjaftueshme që nuk ke interesat e tua dhe të bufit dhe të lirit, të 2 lirave që ke 330 dhe të peqes dhe të metës, por që ke gati të shërbesh shqiptare. Por nuk e bën dot. Vajmë, nuk e bën dot. Se bëri 2 vjet. Sepse ndryshe nga gjithë ne, ai dhe gata vjetër që janë zemrat e vërteta të njëri tjetrit, janë në këtë betejë për të mbrojtur deri në fund interesat e tyre. Ne, për interesat e shqiptarëve, koalicioni Euroatlantik numër 4, për interesat e shqiptarëve, ata për interesat e tyre. Ndaj, nuk jenë përgjigje. Dhe mbajni mend, s'do t'i japi përgjigje deri në fund pyetjes, orëname ku i ke shokët. Se pastaj vjen pyetja tjetër. Orame, pse i ke shokët atje? Pastaj vjen pyetja tjetër. Orame, a i ke shokët atje se je më buf se bufi, apo i ke shokët atje se je kok e këmbë brenda? Këto janë pyetjet, miqtë mi. Për këto do vendosim e 11 maj. A do të votojmë për një njeri, gjithë shokët e cilit janë ose në burg për korrupsion, ose në rrugës për burg korrupsion, apo për dikë që do të riciklojë rangallat e korrupsionit, që ka fytyrë të dali për para demokratët që thotë votoni Ilir Metën, që është burg i akuzuar për korrupsion, për fshehje pasurie, për larje pastrim parash, apo do të votoni për të vetmin program, për të vetmin listë njerëzish digjitos që përfaqësojnë interesat e shqiptarëve të Koçës e të Bashkëshorërisë. Kjo është pyetja. Dhe me këtë pyetje nuk do të me të rendur derë më derë. Por t'i kërkuar shqiptarëve besimin, por t'ju thënë me 11 maj ka shpresë, ka zgjidhje, koalicioni Euroatlantik dhe numri vetëm numri 4 për të ndaluar një mandat 4 shkatërrimtar për Shqipërinë te Tiranës. Zot ju bekon Shqipërinë. Pati mirë për korrupsionin flasim kudo, por që këtu prezantimi në Koç ta nisim me drejtuesen e Departamentit Antikorrupsion, kandidate për deputete Marinela Ziu. Qytetar, nderuar deputetashë, nderuar kandidatë për Koalicionin Euroatlantik për qarkun e Koçës, së pari më lejoni të falenderoj secilit për ju nga zemra. Jo vetëm për pjesëmarrjen, për mbështetjen, por mbi të gjitha për përkushtimin tuaj para dhe gjatë fushatës që ishte një kandidat për Koalicionin Euroatlantik. Jam thellësisht mirënjohëse secilin nga jush. Shumë faleminderit. Ju e dini, pritkat e Krishtlindjeve që nuk janë ligjur ende në fund të mërshtit në qytet, nuk e mbulojnë, kurse si varfërinë, razin e fshatrave dhe qyteteve tona, e kaq më pak një rriti që ka kapituar të gjithë qarkun Korç.
Unë jam eksperte për çështjet e antikorrupsionit, me eksperiencë ka 12 vjeçare, dhe di shumë mirë fakti pse e ka arritur deri këtu. Ju e dini edhe më mirë se ju e vuni kurrizin tuaj, sepse një grup i vogël njerëzish ka kapur praktikisht gjithçka në gjithë. Janë një grup i vogël njerëzish që nëse ti efektivisht tek një investim, ke gjithmonë pas një pushtetar të korruptuar, të paktën një pushtetar të korruptuar dhe të paktën një oligark lokal që shkruaj drejt për drejtë më të. Bizneset e ndershme nuk kanë jetë në këtë qartë, sepse askush nuk I lejon që të marrë frymë. Unë e di shumë mirë që e keqja më e madhe e këtij vendi sot është fakti që politika shqiptare është një, nuk ka katër, nuk ka pozitiv dhe opozit. Ka thjesht një ndarje të qartë, ata që janë kundër drejtësisë së re dhe ata që janë pro drejtësisë së re. Ata që janë pro drejtësisë së re, jemi ne, janë gjithë kandidatët e koalicionit euroatlantik. Ata që janë, sepse ne në fakt mendonim që fundi I pandërshkueshmërisë, drejtësia e pavarur dhe bashkëshme do të sjellë fundin e tranzicionit. Fundi I tranzicionit do të thotë një Shqipëri e zhvilluar. Nga ana tjetër janë të pandërshkuarit e 34 viteve, të cilët bënë amnistin penale, janë gati për të shkatruar reformën e drejtësisë dhe këtë bëjnë për të mbrojtur pasuritë e vjetra të tyre dhe të familjes. Dhe kjo nuk do të jetë realiteti jonë, kjo do të marrë fund. Të të drejtën duke qenë drejtuese e zyrës juridike të Prodhin e qarkuar nga administrata, ka qarkuar 5.400 çështje të qarkuarish nga administrata në vitin 2013, pas drejtuese e departamentit antikorrupsion, sulmi atare kryesisë. E di shumë mirë nga që gjithmonë në kontakt me ju, e di shumë mirë që kemi pasur mbështetjen tuaj mbi të gjitha gjatë fushatës, por të jem shumë sinqert, ma ju kemi pasur edhe njerëz që kanë dëshirë, se duhet të të votojnë. Këtë pyetje has shpesh. Në fakt më lejoni t'ju jap një përgjigje, është edhe përgjigja pse më shkruaj mua që të trajnoja kapitullin. E para, personalisht, po besoj të gjithë kandidatët e koalicionit euroatlantik, unë kam qenë nga askush edhe nga askush. Përveç votit edhe nuk janë produkti korrupsionit, nuk janë produkti krimit, nuk janë produkti sponsorizimit për të dyjave, I kulisave të errta apo I pazareve politike. Të gjithë të që shikoni këtu janë profesionistë në tyre, janë që kanë të veshur dhe që duan të vënë dhe duan që duan të bëhen. Veçanërisht qarku koshtë. Pa diskutim që arsye e dyqëm ka shumë pranët e kandidatit, është sepse unë jam I vajzë që vjen nga ju. Nga komuniteti juaj, I njoh shumë mirë problemet tuaja dhe problemet e mia të ditës, taktë e larta, çmimet shumë të shtrenjta, mungesa e mbështetjes janë probleme që përballemi si ju. Dhe këtë me tjetër është se më ka dhënë zemër për ta pranuar këtë kandidatë dhe për të drejtuar ju në këtë zgjedhje. Dhe pa diskutime të treta, është programi që ne kemi, është një program jashtëzakonshëm I punuar me ekspertë të gjitha fushave brenda dhe jashtë vendit, që do t'i japë jo vetëm Shqipërisë, por mbi të gjitha qarkut koshit tjetër zhvillimin e munguar deri tani. Arsyeja thelbësore në fakt edhe e ndarjes tonë me kandidatët e tjerë apo me partitë e tjera është absolutisht drejtësia. Dhe them këtë duke lidhur me programin tonë, një nga elementët thelbësor është lufta kundër korrupsionit. Ne kemi një program që do të jetë I pamëshirshëm kundër korrupsionit. Nëpërmjet betimit politikanëve, nëpërmjet heqjes së imunitetit, nëpërmjet mbështetjes pakushte ndaj SPAK, absolutisht ngritjes së gjykatës së auditit apo edhe sekuestrimit të çdo pasurie të rrjedhur në këto 34 vite. Dhe këto kanë qenë tre nga arsyet kryesore pse unë pranova të kandidoj dhe kjo është edhe qasja e të gjithë kandidatëve tanë në gjithë Shqipërinë. Pra figura shumë të pastra, një program edhe mbi të gjitha mbështetje ndaj SPAK. Thirrja ime për 11 maj është një thirrje për ndryshim. Për ndryshim që e duan të gjithë. Sepse unë besoj fort që ju meritoni
një deputet që të vi nga ju, që t'ju përfaqësoj ju, që t'ju nështrohet ju, dhe të mos ketë frikë nga asgjë përveç se jush, duke ju parë në sy. Kjo është oferta e gjithë kandidatëve të koalicionit euroatlantik në gjithë Shqipërinë. Për këtë arsye, ju ftoj të gjithëve që në 11 maj të bëjnë pjesë e ndryshimit duke votuar kandidatët e koalicionit euroatlantik. Shumë faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam Besnik Ipi, nga Popra Lipsi. Kandidat për deputet në listën emërore të koalicionit euroatlantik. Profesioni im është mësues fizike. Kam mbaruar studimet në Tiranë në vitet 89-93. Në ato vite ku besoj se dhe për juve ka punënërjen tuaj i kini të freskëta. Kam qënë pjesëtar i lëvizjes studentore të vjetorit 90. Kam qenë faktikisht aktiv, shumë aktiv, sepse ka përpuar kjo periudhë në studimet e mia, dhe dua t'ju rikujtoj ato çka ne kemi kërkuar në vitet 90 në lëvizjen e drejtuar. E para kemi kërkuar dhe kemi ndërruar, kemi shpresuar dhe vazhdojmë të shpresojmë, po i kujtohet të fjalëshi Shqipëria si gjithë Europa. Është një thunje që vazhdon të ekzistojë dhe tani, pavarësisht se kemi 35 vite demokraci, më thojtë. Sepse po ndërrojmë, po shpresojmë të hyjmë në Evropë, ta bëjmë Shqipërisë si gjithë Europa, dhe përsëri nuk po arrim të thënë. Në vitet 90, në lëvizjen vjetorit, neve studentët në asaj kohe vran frikën dhe më prodhu shpresë. Biles, kur ishim atje në qytet studenti, të gjithë ndiheshim shumë krenar, kishim besim në vete, nuk kishim frikë nga diktatura, nga terrori, mirë po kur ktheheshim në shtëpitë tona, për fat të keq prindrit tanë e vuanin këtë. Sepse terrori i sistemit monopartiak i përndiqte. Megjithatë, ne u treguam të vendosur dhe e përmbusëm atë sistem, dhe solëm sistemin demokratik, pra pluralizmin në Shqipëri. Do të isha të sjellë në vëmendje dhe një thënie të filozofit francez të shekullit të 17, i cili thotë: çdo popull ka qeverinë që meriton. Në Shqipëri realisht kjo thënie na bie në kontrast, sepse i bie që kemi 3 mandate që ne po kapojmë në votim. Duket sikur fajt e ka populli, sikur nuk e ka idenë se ku duhet votojë, për këtë duhet votojë. Por nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë sepse fajt e gjitha i ka politika që ja ka marrë të ardhmen në këtij vendi. I kanë faje 2 partitë kryesore të cilat me makinacionet e tyre, me protokaritit e tyre, me kombinacionet bëjnë çmos që të fotin atë parlament kandidatët më të pëlqyer të tyre, por realisht më të urryer nga qytetarët. Duan të fotin në parlament kandidatët më të presuar dhe më pak të votuar faktikisht nga elektorati. Mua faktikisht edhe vetë profesioni më jep këtë drejt që t'jetë mundësis, s'dua dhe më të zgjatër, s'dua të mundësis, sepse patjetër që kam e diçka për të thënë dhe kandidatë të tjerë, unë do i lutesha të gjithë të rinjve, ashtu si kundën në 90-ën e vran frikën dhe në votë shpresë, të lutesha që të gjithë të aktivizohet të rinjë, së bashku me të afërmit e tyre, së bashku me pritit e tyre, të votojnë kolonën nr. 4, kandidatët e koalicionit euroatlantik, në mënyrë që në datën 12 të shpresojmë që kryeministri i jashtëm i Shqipërisë të jetë zoti Lulzim Bashkë. E them këtë me besim të plotë, u garantoj juve, sepse e vetëm që ka bërë Shqipëria në këtë votimin 35 vjeçar të demokracisë, ka qenë futja në NATO dhe liberalizimi i vizave, që ndoshta tani mund të duket çikoti. Po të dyja këto gjëra
janë bërë të mundura vetëm në sajtë të punës të palodhur të zotërisë që shkru, të zotit Lulzim Bashkë. Vetëm në shëmim të atërë industriale. Pavarësisht se përmend asnjëri në vetë në base se përmend s'do që të mburën, por realisht e ditë të gjithë që Shqipëria hyri në NATO dhe ne të gjithë përfituam vizat, është falë punës së zotit Bashkës. Prandaj të nderuar zotërinj, ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe ju ftoj një herë përsërisht na votoni tek numri 4 sepse nuk do zhgënjet askush. Ju do merrni atë çka ju takon. Do të jeni qeveria që të ketë shanse të barabarta për gjithë janë. Ju falenderoj edhe një herë, fitore me 11. Pjesa me madhe më nje, jam antare Këshillit Bashkiak të Korçës, vi nga një familje e përndjekur politike, nuk dua ta përmend këtë si aset, si përsimin time, po dua të them një realitet që e ka, ka përndjekur gjithë, dua të më parë. Me emocionon pjesa kur se kategorinë të përdjekurve politikë se është një shpresë që është persekutuar gjithkohë dhe vazhdon të persekutohet dhe sot. Kam 34 vjet që jetoj në Korçë dhe familja e bashkëshortit tim është një familje që ka lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse gjyshi i bashkëshortit tim është në Shtetet Amerikanë dhe ka qenë antar i shoqatës Vatra. Pra, nga të dyja familjet unë kam një lidhje me Amerikën, e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj dhe e dua koalicionin Euro-Atlantik sepse është në mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Arsyeja pse unë jam kandidate sot. Kam shkruaj për te personales, sepse unë sot jam një bashkëshorte, jam një nën e 2 djemve, jam vjerë e 2 nuseve, të mija që janë si bijat e mija, janë qyshja e një nipi të vogël, që kanë shumë nevojë për mua sot në familja. Po përtej interesave të mia personale, reatisë të familjes, gjithë familjen e kam të punësuar në biznes privat. Do të them se gjithë kanë nevojë për mua. Por më shumë se sot nevojë kanë familja ime më e madhe, koalicioni Euro-Atlantik. Ka nevojë për kontributin sot. Pse unë po kandidoj pse sot jam kandidate për koalicionin Euro-Atlantik? Jam kandidate sepse dua nga studente vjetorit 90, kanë kaluar 35 vjet. Dhe unë dhe sot akoma më oshtëtinë në vesh e duam Shqipërinë se Europa. Ishim studentë me ëndra të mëdhaja që prisnim që ky sistem të ikte dhe mendonim që të nesërmen e asaj dite, atyre viteve, neve do kalonim direkt, do veshim Europa. Por ne kanë kaluar 35 vjet dhe ne jemi po këtu. Ne na bodhën ëndrat, atyre studentëve të vjetorit ja u bodhën ëndrat. Shikoj rininën sot, do të thënë rinia sot është shumë ndryshe nga ajo rinia që unë kam qenë dikur. Ne ishim entuziast, ishim me ëndra, me shpresë që do veshë Shqipëria. Dhe kam një kontribut shumë të madh atëherë. Por sot, shikoj rininën sot, shikoj fëmijët tanë janë me sytë ulur për tokë. Shpresa është në fund. Atëherë kam dalë për te arsyes personale, sepse nuk dua që atyre t'ja u vjedhin shpresën. Dua që ata të fiksojnë ëndra dhe ta jetojnë jetën e tyre të lumtur në këtë shtet, në këtë vend, në këtë shtet do të që kemi të gjitha. Kemi veti, kemi ajër, kemi
gjitha, por ne na mundon vetëm një qeverisje e mirë. Dhe arsyeja pse unë jam këtu. Sepse jam këtu, sepse besoj tek listat e afura. Nuk kam dashur dhe nuk dua asnjëherë që të jem numri 1, numri 2, numri 0. Unë dua ta meritoj atë vend. Dua që me votën tuaj unë të shkoj atje, të çoj zërin tuaj. E kam bërë këtë gjithmonë. E kam çuar zërin tuaj kudo dhe kush dashur. Për të realizuar të gjitha ëndrat, shpresat, zgjidhjet, hallet, problemet, prandaj dhe jam këtu. Prandaj dhe jam këshilltare e Bashkisë Korçë, vetëm para mbështetjes tuaj. Kjo ka ardhur si rezultat i punës time, gjithmonë në punën me Jetit, kam qenë, do të thënë gjithmonë duke u zgjidhur hallet, problemet e të gjitha. Prandaj jam besot, sepse mendoj që me këto lista të hapura, mendoj që ju me keni të drejtën të zgjidhni, më demokratike se kaq, se Zoti Basha nuk e ka bërë asnjë forcë politike. Keni të drejtën që të zgjidhni kandidatin që ju doni, dhe ne të gjithë me qytetarit do t'ja japim dorën njëri tjetrit dhe do t'i themi ta përkosh mandatin dhe të shërbesh njerëzve, të shërbesh komunitetin. Përveç kësaj, unë kam besuar, sepse atje unë jam antar e Këshillit Kombëtar. Atje kam besuar që ka njerëz shumë të mirë, njerëz me ide, dhe kandidatët që unë kam parë, janë njerëz me vizion që duan ta bëjnë Shqipërinë. Prandaj unë jam bashkuar kësaj skuadre për ta bërë Shqipërinë, për ta bërë Korçën, sepse Korça meriton më shumë, Shqipëria meriton më shumë, ju meritoni më shumë. Votoni numri 4, sepse numri 4 nuk është opsion. Sot është mision. Jam shumë emocionuar. Faleminderit. Përshëndetje miqtari, përshëndetje zonja dhe zotri Junjo që po më kullim. Kam lindur në Korçë, jam bugaretar. Dhe jam përnat që jam bugaretar. Profesioni im është ekonomist, ekspert ekonomie. Për shkak se kam punuar vite më radhë në administratën tatimore, aty kam parë të qeverisjes të Saliberisë dhe 2 vite të qeverisë e Tiranës, korupcionin e lartë. Por korupcioni nuk ishte, shiko, është krijuar përshtypje që takimet edhe doganat aty bëhet vetëm korupcion. Jo, në të gjitha ankat e sistemit ka korupcion. Në të gjitha ankat janë miliarda euro të vjetër. Për 8 vite, për 12 vite e Tirana ka vjedhur rreth 10 miliardë euro. Një shifër kolosale, kur ndërkohë vetë buxheti një viti është 5 miliardë, 6 miliardë ose një pjesë të madhe, një miliard euro në vit e Tirana e vjetë, e fut buxhetat e ti dhe e ndan me oligarkët. Ju shikoni, rrugët janë shumë kushtuese, janë rrugë Floriri. 1 kilometër rrugë ka kushtuar deri 20 milionë euro. Ndërkohë, shiko, unë kam punuar si shumë prej rusë, se shumica goxhave kanë qenë edhe migrantë, kanë punuar në Greqi, rikombani që merresha në studime gjeologjike, visibilitetin e rrugëve, për rreth 7 vite. Aty më thova, edhe si ndërtoheshin rrugët, po edhe sa shkonte pa shumë kohë. Në qoftë se ju, disa prej ju kanë ndalluar me gjithë atë segment rrugor, rrugën e Grand Qeçiton, ajo ka kushtuar 6.5 miliardë euro. Ndërkohë që ka 37 tunele, pa llogaritur pastaj urat e veprat e ardhshme. Nuk duhet të zgjatëm, sepse programi tonë ekonomik ne do të zbërthejmë sipas grupeve të interesit. Dhe do të takojmë, po ashtu edhe për fushën e investisë, edhe për industri, edhe për shëndetësi, ne kemi programe më të mirë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë Ballkanin. Unë jam edhe pak kontribut, sipas mundësive që më është edhe për programin ekonomik. Gjithashtu duhet t'ju përmend, shiko, Sali Berisha, unë jam luftëtar, zoti Basha, një nga luftëtarët kryesor kundër Sali Berishës. Unë shkruaj, shkrimet e mia i kanë marrë edhe gazetat. Më ka ftuar disa herë zoti Akulli për kontributet që keti duhet vish me fortore, kur kishte fortore në atë, nuk kam pranuar. Në atë tjetër, jam edhe më kryetari i shoqatës për një politik, na ka shprehur dëshirën që shoqata jonë të bënte një marrëveshje me Sali Berishën, ku kemi pranuar. Kryetari jonë, i nderuari se e tem Fezullari, i thotë e provokon. Thotë, okay, ne duam 5 kandidat në listë sigurt, nuk e bëhet. Sepse kishte shumë të përndjepur dhe akoma vazhdojnë që besojnë te Sali Berisha. E shtellur aq bashkë ndaj zotit Basha,
sa në shkruar 55 milion mesazhe negative. Ndërkohë e vërteta sot po del vita me ditë. Do shikoni të ardhmen. Do shikoni për pak ditë çfarë do ndodhë. 77-313, tu do jemi. Do shikoni. Përsëri po them nuk do të zgjatem sepse edhe të lodhurim të gjithë, ama kam parë një gjë. Shkova një mbrëmje te një miku i shtëpi. Më thotë, "Shti nuk i gjetëm. Nuk fitoni me vosh." Po pse i thash nuk fiton? Saliu do fitoj. E kthej kot nga televizor, i thash, "Edhe unë që jam kundërshtari numër 1 i Saliut, i thash, po shikoj syrin e nej. Një 4-5 ditë i thash, do besoj se Saliu fiton." Ju falenderoj miq, votoni për këtë. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Ne që keni ardhur mua të ndodhem përpara jush, për shkak se mendoj që këtu janë ata njerëz që ndihmë me vite, ato janë njerëz të cilët marrin pjesë në takime sepse kanë një interes të fushë momenti, apo janë të detyruar nga ana e pushtetit për të marrë pjesë për një vendime, apo të detyruar për interesa të tjera. Ndaj, kjo është pjesa më e rëndësishme që ne jemi në një grupim politik që mendojmë që njerëzit e jetë të këtij vendi janë ata që duhet ta drejtojnë këtë vend, janë ata që shërbejnë qytetarëve dhe e mira e qytetarëve është me njerëzit e ligjit. Unë jam Melvin Bregu, jam me profesion menaxheri. Nuk kam punuar asnjë universitet si shumica e kandidatëve të vetme një lidhje që kam me shtetin është korrupsioni antar i Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Korçës. Gjatë gjithë periudhës që kam punuar kryesisht në njohjen si drejtor në sistemin bankar, e gjatë gjithë periudhës që kam punuar atje kam parë shumë njerëz që kishin ardhur dhe në këtë moment e shifja që ishte e pamundur që të rrimin dhe nga në për shkak se gjithçka ishte e lidhur me pushtetin. Ndaj, 10 ditë më parë mendova që të merresha me qëllim pushim pas një institucione në administratë publike dhe në qeverisje. Tani në fakt reaguar në pjenë qikë politika, nuk e se pak për para, prandaj ka marrë pjesë në politikë shumë bon. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh sot? Ne e shikojmë të gjithë që ne jemi në prag një diktature të gjithë, Shqipëria është një vend në krizë dhe një moment shumë të vështirë, por ne nuk jemi një vend i varfër. Ne ndihemi të varfër se të jemi jo vetëm të vjetër, por shumë të vjetër. Në punën time si antar Këshillit Bashkiak, shoh gjithmonë që vijnë projekte ndihme, të cilat janë të paargumentuara dhe zakonisht janë të qarta që bëhet fjalë për akuzimet të mëdha. Shumë do të tregoj një rast. Bashkia e Korçës, në fakt, qyteti i Korçës drejtohet nga dy bashkëdrejtues, dy bashkëbanditët në Raqin e Nikon. Të cilët e kanë shqipur për 16 vjetëresa kanë në bashki sloganin Korça ku duhet të jetojë, duke e shqipur veten si njerëz të kulturuar që duan këtë vend, por në fakt nuk akuzojnë kurse janë pamë. Sepse kam parë me sytë e mi, kur në momentin që ne kemi kërkuar në një mbledhje projekti që të respektojnë disa standarde, kanë arritur derisa aty sa të futin policinë bashkiake në sallë për të intimiduar këshilltarët e Këshillit Bashkiak. Nuk është e lehtë që ata të sillen në korrekte për shkak se interesat e tyre janë të mbrashta. Ata vjedhin për të mbajtur pushtetin dhe duhet të qëndrojnë në pushtet për të mbrojtur nga lidhjet e vazhdueshme shpejt. Kanë pasur si prioritet në momentin që ne kemi diskutuar në mbledhje 3 kolona: turizmin, rininë, bujqësinë dhe turizmin. Nuk është bërë asnjë gjë për fermerët e turizmit. Për zonat rurale nuk ka asnjë lloj investimi. Edhe pse kemi kërkuar me forcë në Këshillin Bashkiak që shumë fonde të kanalizohen tek
këto zona, në këtë sektor, ata bëjnë vetëm disa të quajtura shpenzime me qëllim që të kenë mundësi të vidhin sa më shumë dhe jo investime. Në kuadrin e turizmit do të përmend vetëm një fakt. Në gjithë vitin kishte si investim vetëm një instalacion që ishte me vlerë 75.000 euro. Dhe çfarë ndodhi? Dhe instalacionin e faturoi si kur e kam vënë një kompani, por në fakt e kam ndërtuar me material të marrjes së bashkisë dhe bashkisë dhe ka vutur gjithë lekën në gjithë. E këtë akuzën një aprim për të një dhe se sa e vështire është për shqiptarë të mbjetojnë. Ndaj shqiptarë presa. Saliu dhe Likja nuk dëshironin që ne të merrim pjesë në zgjedhje sepse duan që ta mbajnë në pushtetin vetëm për tyre hapur, pamun, park dhe pamun për të qenë të vetë. Andaj, lista e koalicionit e një mënyrë në këtë për të konkuruar jo vetëm për vetën e tyre, por për të fajsuar interesat e njerëzve nga të janë ata që ne përfaqësojmë. Jo më kot në listën kanë për lista me për kandidatët sektor nuk e lejon, përsëri ne kemi gjetur një mekanizëm që kandidatët konkurrojnë në listat aura. Pra ati kandidat me më shumë vota, zgjedhin të listën. Por qëllimi tonë nuk është të konkurrojmë për të zgjedhur ne thjesht për një karige. Qëllimi tonë është thjesht për të bërë ndryshimin e madh. Ndaj ndryshimi i madh ka vetëm një qëllim. Çdo votë e çuar kundër numrit 4 është votë e shpërdoruar. Ndaj shqiptarët sot duhet ta dinë që vetmja alternativë, vetmja shpresë është numri 4 koalicioni atë. Arsye që janë të besoj që në elementet e shetë, ka shumë bashkë. Ule pak. Pinga Reqi, pinga Reti Kolonës. Ta ju ka që në aktorit të zora që dhe ka themeluar dhe Partinë Demokratike. Pas ka priti, Koalicioni jonë është pa përbyer aspektin edhe që jam taj gjithë solidaria antikorrupsion. Arsyeja e tretë kryesore është një garë e lirë, duke qenë për të afër, bëjmë më i mirë. Ka punur avokat disa vite, tani jam në fushën e bisedit të turizmit. Ta që marrë kam që me mos në respektat.
Jo me pretime boshe, po me një angazhim sinqert. Një angazhim që nesër t'jem zari juaj. Borxa ka potencial të madh, si në arsim, në bujqësi, në turizm, në gjitha. Shkaj nuk pa ta ajutëm të gjithë. Me lutësi vazhën për para, vetëm për para. Votoni numër 4. Përshëndetje të gjithë, mua më quajnë Lini Kristian. Dingo Mira, si ose si që një pjesë e madhe këtë shkallë. Jam shumë ashtë do të isha të tejkëm të pak për e tyre. Jo të që të besimist që të të rinë të kalorën të Frika në ata në kërësin të kemi shokën, po të mishmisht, a i ka vetëm vajtje. Të rinë shokë, shërin të avë, vetëm vajtje në i kam drejt biletat. Pra ndaj kam frikë esencialmene. Po, në fund do të tregoj vota, do të tregoj në ata që kam figurën e pasur, ata që janë këtu dhe faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Jam Sara Çaçi, kandidate e shumë dhe pa ju lodhur shumë. Dhe sidomos këta qytetarët e Maliqit, qytetarët e mi janë tepër të lodhur, 85 vite komunizëm. Akoma dhe sot shkëton krye të Maliqit fotografia e diktatorit më të keq në botë. Prandaj, ka ardhur koha të japim fund dhe të japim rëndësi kandidatëve që janë, siç e tha dhe kryetari që në fillim, korrupsionin. Ne po e luftojmë dhe do ta luftojmë deri në fund korrupsionin. Janë arruar pishpronarët, edhe ajo që më prek më tepër është statusi i jetimit. Është turp që sot të shkoj studenti, të kërkoj bursë, edhe sekretaret e dekaneve t'i thonë, e po statusi dhe ligji e ka duhet të vdesin të dy prindrit që të fitosh mbështetjen e shtetit. Prandaj, do t'i japim fund këtyre burokraciave dhe të votojmë numrin 4 për ndryshim dhe për Shqipërinë euroatlantique. Bravo Maliqi. Atëherë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj. Natën e mirë, votonin në një